Lindja e mesme në luftë, ashtu sikurse ishte paralajmëruar, Izraeli ka sulmuar Iranin. Gjithçka ka ndodhur pas telefonatës së Benjamin Netanyahut me presidentin amerikan Donald Trump, ku duket se për këtë sulm është marrë edhe bekimi amerikan. Forcat e Benjamin Netanyahut me urdhër të këtij të fundit goditën objektivët bërthamor të Iranit. Ky e fundit u kundërpërgjigj duke e lëshuar më shumë se 100 dron drejt Izraelit, ndërsa u zotua për hakmarrje. 200 avion luftarak izraelit morën pjesë në sulmet ndaj më shumë se 100 objektivëve në Iran gjatë natës. Izraelin e presin disa orë të vështira, paralajmërojnë nga Irani. Kryeministri Benjamin Netanyahu thotë se sulmi kishte për qëllim të zvogëlonte kërcënimin iranian ndaj mbjetesës së Izraelit dhe të zgjas për aq ditë sa duhen për të hequr kërcënimin. Mediat shtetërore iraniane raportuan se kreu i gardës revolucionare të fuqishme të vendit Hossein Salami ishte vrarë. Krahas sulmeve të gjera ajrore, Agjencia e Spionazhit Mossad e Izraelit udhëhoqi një sër operacionesh të fshehta sabotimi brenda Iranit. Këto operacione kishin për qëllim dëmtimin e vendeve strategjike të raketave të Iranit dhe aftësive të tij të mbrojtjes ajrore. Mediat shtetërore iraniane raportuan se të paktën 2 shkencëtar bërthamor, Feridun Abazi dhe Mohammed Mehdi Tahranchi u vranë në sulmet ajrore izraelite në Teheran. Aeroporti Ben Gurionit Tel Aviv u mbyll deri në njoftim të mëtejshëm dhe njësitë e mbrojtjes ajrore të Izraelit qëndrua në gatishmëri të lartë për sulmet mundshme hakmarrëse nga Irani. Presidenti amerikan Donald Trump tha se Irani nuk mund të ketë një bombë bërthamore dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpresojnë të kthehen në tryezën e negociatave pas fillimit të sulmeve ajrore izraelite ndaj Iranit. Ushtria amerikane po planifikon të marrë masa për të gjitha situatat e papritura në lindjen e mesme, përfshirë mundësinë që mund t'i duhet të ndihmojë në evakuimin e civilëve amerikanë. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Iranit tha se Izraeli dhe aleati i tij kryesor SBA do të paguajnë një çmim të rëndë për sulmin duke akuzuar Washingtonin për ofrimin e mbështetjes për operacionin, ndërsa SBA u përpoqën të distancoheshin nga operacioni ushtarak i Izraelit. Një zyrtar izraelit i tha transmetuesit publik Kan se Izraeli ishte koordinuar me Washingtonin për Iranin. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio tha se SBA nuk ishin të përfshira në sulme dhe se Tel Avivi kishte vepruar në mënyrë të njëanshme për vetëmbrojtje. Sulmet shkaktuar rënje të ndjeshme të çmimeve të aksioneve në tregtinë aziatike, të udhëhequra nga një shitje në kontratat me afat shkurtër amerikane, ndërsa çmimet e naftës u rritën ndërsa investitorët nxituan drejt parajsave të sigurta si ari dhe franga zvicerane.